Një tragjedi e rënd ka të rënditur Shkodrën. Një nën e re dhe 2 fëmijët e saj të vegjël humbën jetën pasi banesa ku jetonin u përfshi nga flakët. Ngjarja ndodhi në fshatin Domen, në njësinë administrative Postrib, ku sipas policisë së shtetit, zjarri shpërtheu rreth orës 13:10. Menjëherë pas njoftimit, në vend ngjarje mbërritën shërbimet e policisë dhe forcat zjarrfikse, por fatkeqësisht ishte tepër vonë për të shpëtuar familjen. Viktimat janë 24 vjeçarja me inicialet BQ dhe 2 fëmijët e saj të mitur, njëri vetëm 3 vjeç, ndërsa tjetri 1 e gjysmë. Sipas informacioneve të para, në banesë është gjetur një bombol gazi dhe dyshohet se shpërtimi i saj mund të ketë shkaktuar zjarrin që përfundoi në këtë tragjedi. Megjithatë, autoritetet theksojnë se shkaku i saktë i zjarrit ende nuk është konfirmuar dhe mbetet objekt i hetimeve. Burime nga vendi i ngjarjes bëjnë të ditur se familja ishte kthyer së fundmi nga Gjermania. Ndërkohë, grupi hetimor në bashkëpunim me ekspertët zjarrfikës po punon për të zbardhur rrethanat e plota të ngjarjes dhe për të përcaktuar se çfarë shkaktoi zjarrin fatal. Ngjarja ka prekur mbar opinionin publik dhe ka lënë pas dhimbje të madhe, ndërsa hetimet pritet të japin përgjigje për mënyrën se si ndodhi kjo tragjedi.